milioneri dhe plaka që e mësoi ç'është jeta në një qytet të madh shqiptar, ku dritat e makinave luksoze përzieshin me errësirën e rrugëve të vjetra, jetonte Arjani, një burr rreth të 50-tave, i pasur sa s'mund ta përfytyronte askush. Kishte kompani ndërtimi, vila në det, investime jashtë vendit dhe një rreth njerëzish që i buzëqeshnin vetëm nga interesi. Ishte njeriu që gjithçka e kishte, por në shpirt mbante një boshllëk të pamadh. Pasuria i kishte dhënë pushtet, por jo qetësi. Kishte humbur bashkëshorten në një aksident vite më parë, dhe që atëherë çdo ditë i dukej si një ditë më pak për t'u gëzuar, një mbrëmje të ftohtë dhjetori. Ndërsa po kthehej nga zyra me makinën e tij të zezë, Arjani pa diçka që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Në një cep të rrugës, në një tendë të improvizuar me kartona, një plak rrinë të shtrirë, me duar të mpira dhe fytyrë të zverdhur nga të ftohtit. Kalimtarët ecnin pranë saj, disa nxitonin, disa ndalonin për pak dhe më pas vazhdonin, por askush nuk u përkul. Arjani, për arsye që si dinte as vetë, ndaloi makinën. Zbriti. Hapat e tij mbi bord dëgjoheshin qartë në atë heshtje dimri. Kur ju afrua, pas se plaka mezi merrte frym dhe buzët i kishte të plasaritura nga të ftohtit, "Nëna, si ndihesh?" E pyeti but, me një zë që rrallë ja kishte dëgjuar vetes. Gruaja mezi hapi syt. "Jam mirë birë, vetëm pak e lodhur nga jeta." Ato fjalë i rënqetën shpirtin. Kishte dëgjuar shumë histori varfërie nëpër lajme, por kur se kishte ndjerë dhimbjen kaq afër, pa menduar gjatë, e mori në krah, e futi në makinën e tij të ngrohtë dhe e çoi në banesën e tij, një apartament i madh me pamje nga qyteti, plot dritë dhe heshtje. Ajo natë do të shënonte fillimin e një rrëfimi që do ta trondiste shpirtin e Arjanit dhe do ta mësonte ç'do të thotë vërtet pasuri. Pjesa 1. Në mëngjes, shtëpia e heshtur mori frymë ndryshe. Nga kuzhina vinte aroma e çajit dhe një zë i ngadalshëm që murmuriste një këngë të vjetër. Arjani doli nga dhoma, me flokët e çrregullt dhe syt ende të lodhur nga mendimet e natës. Plaka, e ulur në një karrige pranë dritares, mbante në duar një filxhan të vogël. "Mirëmëngjes, bir", tha ajo me një buzëqeshje të ngrohtë, si një nënë që përshëndet djalin pas shumë vitesh. "Më ke shpëtuar jetën mbrëm." Zoti të bekoft, Arjani nuk dinte ç'të thoshte. Ishte i mësuar me falënderime, por asnjë nuk kishte tingëlluar kaq i pastër. "Nuk është asgjë, nëna." U tremba që do të ngrija atje poshtë. "Mos më thuaj nën nga mëshira", tha ajo me qetësi. "Më thuaj nën nëse e ndjen", ai heshti. E shikoi me vëmendje, flokët e thinjur, duart e rrudhosura, por syt. Syt i kishte të gjallë, plot jetë. Ishin syt që s'kishin dorëzuar shpirtin, edhe pse trupi i kishte kaluar stuhira. "Si quhesh?" pyeti ai. "Mara, bir. Kam qenë mësuese dikur në një shkollë të vogël. Kam rritur 3 fëmijë. Por jeta më mori gjithçka. Ku janë tani fëmijët e tu?" pyeti me kujdes. Ajo uli kokën. "Njëri më vdiq në emigrim, tjetri s'kam më kontakt, ndërsa vajza u martua larg dhe më haroi. Nuk e fajsoj. Jeta është e ashpër për të gjithë." Një heshtje e gjatë i mbuloi të dy. Jashtë binte borë. Brenda, ngrohtësia e zjarrit i mbështillte si një kujtim i harruar. Atë ditë Arjani nuk shkoi në zyrë. E kaloi tërë ditën duke dëgjuar Marën që tregonte histori nga koha kur jeta kishte kuptim, kur njerëzit ndihmonin njëri tjetrin pa pyetur për përfitim. Ai dëgjoi për fëmijët që ajo kishte mësuar, për librat që kishte dashur, për jetën që kishte humbur pak nga pak. Dhe sa më shumë e dëgjonte, aq më shumë kuptonte se ai vetë, me gjithë milionat e tij, ishte njeriu më i varfër në atë shtëpi. Në mbrëmje, kur po përgatisnin darkën, Mara e pa tek i vështronte duart e veta. "Pse më shikon ashtu, bir?" "Sepse s'kam parë kur dik që ndihmon pa kërkuar asgjë në këmbim. Ti je ndryshe nga gjithçka që njoh." Ajo qeshi lehtë. "Të ndihmosh është si të marrësh frym. Kush s'di të ndihmoj, nuk di të jetoj." Fjalët e saj i mbetën në mendje gjatë. Gjatë ditëve që pasuan, plaka që dikur flinte në rrugë,
u bë drita e brendshme e asaj shtëpie. Çdo mëngjes përgatiste mëngjesin, kujdesej për bimët e gjelbra që Ariani si kishte parë kurrë të lulëzuara, dhe çdo darkë i lexonte një copës nga librat e vjetër që kishte gjetur në bibliotekën e tij. Një ditë, ndërsa po pinin kafe, ajo e pyeti: "Pse jeton vetëm, Arian?" Ai ngriti supet. "Sepse nuk dua të var veten tek askush." "Jo," tha ajo me butësi, "sepse ke frikë nga dashuria. Kur humbet një njeri që e do, mendon se është më mirë të mos duash më. Por ajo nuk është jetë, është burg." Ato fjalë i hapën plagë të vjetra. U përpoq të buzëqeshte, por sytë e tij u mbushën me lotë, e humba gruan në një aksident. "Që atëherë s'kam dashur më askën, e di," tha ajo me zë të ulët. "Por ndonjëherë Zoti të sjell njerëz të rinj për të kujtuar dashuritë e vjetra." Që nga ajo ditë, Ariani nuk ishte më i njëjti. Filloi të ndryshonte në heshtje, shkoi në qytet, bleu rroba për të moshuar që rrinin në azil, rinovoi një shkollë në fshatin ku dikur kishte dhënë mësim Mara, dhe hapi një fondacion për ndihmën e njerëzve të pastrehtë. Në çdo projekt shkruante vetëm një fjali, në kujtim të një nëne që më mësoi të jem njeri. Plaka nuk e dinte për këtë. Ai nuk i tregoi asgjë. Ajo vazhdonte ta shite si djalin që e shpëtoi nga rruga, ndërsa ai e shite si engjëllin që e shpëtoi nga vetmia. Një mëngjes, Mara u zgjua me ethe. Ariani e dërgoi menjëherë në spital. Lajmi ishte i rëndë, mushkëritë e saj ishin shumë të dobëta dhe mjekët thanë se ndoshta nuk do ta kalonte. Ai rrinte çdo natë pranë saj, duke i mbajtur dorën, ndërsa ajo përshpëriste: "Mos u mërzit, birë. Unë jam me qetë tani. Kam parë engjëjt dhe një prej tyre quhet Arian." Kur ajo mbylli sytë për herë të fundit, shtëpia u mbush me heshtje. Por nuk ishte më ajo heshtje e ftohtë e dikurshme. Ishte një heshtje e mbushur me kujtim, me frym, me dashuri. Në varrimin e saj, 10 njerëz të moshuar, fëmijë nga azili dhe mësues nga shkolla e restauruar erdhën për t'i dhënë lam të mirën. Askush nuk e njihte mirë, por të gjithë ndjenin sikur kishin humbur dikë të shtrenjtë. Pas disa javësh, Ariani u kthye në rrugën ku e kishte gjetur. Bora kishte filluar të binte sërish. U ul në të njëjtin vend dhe për një çast ndjeu se ajo ishte aty, me atë buzëqeshjen e qetë dhe me fjalët e saj të fundit në zemër: "Pasuria nuk është ajo që ke, por ajo që jep." Që atë ditë, çdo dimër, ai del vetë nëpër rrugë për të kërkuar dikë që ka nevojë për ndihmë. Dhe kur dikush e pyet pse e bën, ai përgjigjet vetëm me një fjali: "Sepse dikur një plagë më shpëtoi shpirtin." Trashëgimja e Marës. Kaluan disa muaj nga vdekja e Marës dhe jeta e Arianit dukej se kishte hyrë në një ritëm të ri, më të qetë, më të thellë, por gjithashtu më të vetmuar. Shtëpia ku dikur dëgjohej zëri i butë i plakës, tani kishte një heshtje që të coptonte shpirtin. Çdo mëngjes ai përgatiste çajin siç bënte ajo, duke e vendosur filxhanin në vendin e saj të preferuar pranë dritares. E dinte se ajo nuk do të ulej më aty, por gjithsesi e bënte, si një ritual që i jepte forcë për të vazhduar. Një ditë, ndërsa po rendiste librat e saj të vjetër që kishte ruajtur në një kuti, gjeti një fletore të vogël me kapak të zverdhur. Në faqen e parë, me shkrimin e saj të dridhur, shkruaj: "Nëse një ditë unë të mos jem më, mos më qaj, birë. Mos më kujto për dhimbjen, por për mësimin. Shko e ndihmo një tjetër si unë, sepse çdo shpirt që ngroh është një pjesë e imja që jeton." Fjalët e saj ia dridhën duart. Ai e mbajti atë fletore si pasurinë më të madhe që kishte. Ishte testament shpirtëror dhe Ariani vendosi ta kthente në realitet. Ditët që pasuan ishin të mbushura me punë. Ariani, i frymëzuar nga kujtimi i Marës, nisi një projekt të ri, shtëpia e dritës, streh për të pastrehet. Ishte një kompleks i madh, ndërtuar në periferi të qytetit, ku çdo njeri pastrej mund të gjente ngrohtësi, ushqim dhe kujdes mjekësor. Në hyrje të ndërtesës, ai vendosi një pllak mermeri ku shkruaj: "Kjo shtëpi është ndërtuar në kujtim të një nëne që më mësoi të jem njeri, Mara." Kur objekti përfundoi, mediat u mbushën me lajme.
Gazetar nga e gjithë Shqipëria e intervistuan, duke u përpjekur të kuptonin se si një biznesmen i ftohtë dhe i mbyllur në vetvete kishte shndërruar pasurinë e tij në një mision njerëzor. Në çdo intervistë, Arjani përsëriste të njëjtën fjali: "Nuk jam bamirës. Jam një njeri që mësoi nga varfëria se sa e pasur mund të jetë një zemër e pastër." Në një nga mbrëmjet e para të hapjes, ndërsa po ecte në korridorin e gjatë të strehes, një vajzë e re iu afrua. Ishte e ndrojtur, me flokë të gjatë të zinj dhe duar që i dridheshin nga emocionet. "Ju jeni zoti Arjan?" pyeti ajo me zë të ulët. "Po, bija ime. Si mund të ndihmoj? Quhem Elira. Dhe dua t'ju falenderoj. Nëna ime ishte Mara." Arjani u step. Zemra i rahu fort. "Çfarë the?" "Po," tha vajza, duke i mbajtur lotët. "Jam vajza e saj. Kam mësuar nga një mik i spitalit se ku e kishit varrosur. Kam ardhur ta shoh vendin ku ju e nderoni kaq shumë." Ai u ndje sikur koha u ndal. Nuk dinte ç'të thoshte. E ftoi të ulej dhe të pinin kafe në zyrën e tij. Elira filloi të fliste me lot në sy: "Kam qenë shumë larg. Martesa ime dështoi, burri më la dhe më mori fëmijën. Kam jetuar në Itali, pa asnjë lidhje me mamin. Kur mora vesh se ajo kishte vdekur, u shkatërrova. E di që nuk e meritova dashurinë e saj." Arjani e dëgjoi në heshtje. Pastaj i tha: "Ajo s'të ka urryer kurrë. Çdo natë fliste për ty, të justifikonte, të mbronte dhe lutej që të ishe mirë. Në fund më tha: ajo është vajza ime dhe dashuria ime do ta gjej një ditë." "Ja, sot ajo dashuri të gjeti." Elira shpërtheu në lot. "A mund ta shoh dhomën ku ka jetuar?" "Sigurisht," tha ai, dhe e çoi në shtëpinë e tij, ku ende qëndronin rrobat dhe librat e plakës. Kur hyri aty, vajza ra në gjunjë. "Mami," përshpëriti, duke përqafuar një shall të vjetër. Arjani e la të qante në heshtje. Ai e kuptoi se ajo vajzë kishte nevojë për të njëjtën ngrohtësi që dikur kishte dhënë Mara. Ditët kalonin dhe Elira nisi të ndihmonte në qendrën e shtëpisë së dritës. Filloi si vullnetare, por shumë shpejt u bë pjesë e pandashme e stafit. Kishte një mënyrë të butë për t'u folur njerëzve, të njëjtë me nënën e saj. Një ditë, ndërsa po ndihmonte një të moshuar të sëmur, një zonjë nga televizioni kombëtar e pa dhe pyeti: "A jeni vajza e Marës?" Elira pohoi. Gazetarja u prek dhe i propozoi të tregonte historinë e saj në një emision për humanizmin shqiptar. Elira pranoi, me kushtin që të flitej jo për vuajtjen, por për dashurinë që kishte lidhur të gjithë këta njerëz. Emisioni u transmetua në prime time dhe bëri bujë në mbar vendin. Historia e Marës dhe Arjanit u kthye në simbol të mirësisë dhe shpëtimit shpirtëror. Në fund të emisionit, ndërsa kamera po fikeshin, moderatorja e pyeti Arjanin nëse do të mund të takoje Marën edhe një herë, çfarë do t'i thoshe? Ai buzëqeshi me sytë e mbushur me lot. "Do t'i thosha: faleminderit që më mësove të dua. Dhe se gjithçka që kam sot nuk është pasuri, por dritë nga zemra e saj." Pas disa vitesh, shtëpia e dritës u zgjerua në disa qytete të tjera. Qindra njerëz u strehua, fëmijë u shpëtuan nga rruga dhe të moshuar gjetën sërish dinitet. Në çdo mur të atyre shtëpive qëndronte një fotografi e Marës, me mbishkrimin: "Një zemër e thjeshtë mund të ndryshojë një botë të tërë." Arjani, tashmë i plakur, shpesh shëtiste nëpër korridore, duke përshëndetur çdo banor me emër. Njerëzit e quanin babai i dritës. Ai buzëqeshte, por në zemër dinte se e gjithë kjo dritë nuk ishte e tij, ishte e saj. Në mbrëmjet të qeta, ulej pranë dritares, me fletoren e vjetër të Marës në duar. Lexonte faqet e saj, derisa gjumi e zinte. Një natë, kur hëna ndriçonte mbi qytet, ai mbylli sytë dhe përshpëriti: "Më në fund, jam gati të të takoj sërish, nën." Në mëngjes, e gjetën të qetë, me buzëqeshje në fytyrë dhe fletoren në duar. Në faqen e fundit të saj, dikush kishte shtuar një fjali të re, ndoshta vetë ai, në ditët e fundit: "Mara më mësoi të jetoj. Dashuria e saj më mësoi të vdes në paqe." Kur Elira mori lajmin, nuk qau.
u përkul mbi trupin e tij dhe përshpëriti, tani jeni bashk, ju që na mësuat se dashuria nuk ka fund. Ajo mori drejtimin e fondacionit dhe e zgjeroi më shumë se kurrë. Në përvjetorin e parë të ndarjes së Arianit, organizoi një ceremoni të madhe, ku qindra njerëz që ishin ndihmuar nga shtëpia e dritës mbajtën në duar qirin të ndezur. Në fund, Elira tha, një burr i pasur dhe një grua e varfër u takuan një natë. Njëri i shpëtoi trupin tjetrit, tjetri i shpëtoi shpirtin. Dhe sot, ne të gjithë jetojmë nga ajo dritë. Drita që nuk u shua kurrë, kaluan disa vite që kur Ariani dhe Mara ishin larguar nga kjo botë, por kujtimi i tyre nuk u shua kurrë. Përkundrazi, sa më shumë kalonte koha, aq më e ndritshme bëhej historia e tyre, si një pishtar që ndriçon në errësirën e kohës. Në çdo shkollë, në çdo institucion, në çdo rrjet social, njerëzit flisnin për shtëpinë e dritës, për vendin ku njerëzit nuk gjykoheshin për varfërinë, por për forcën e shpirtit. Elira, vajza e Marës, tashmë kishte marrë drejtimin e fondacionit dhe e kishte kthyer në një lëvizje kombëtare. Ajo nuk e quante më projekt, por trashëgimi dashurie, në hyrje të çdo qendre të re që ndërtohej. Shkruaj një fjali që ishte bërë moto kombëtare, njerëzimi nuk matet me pasuri, por me atë që jep. Një mëngjes pranvere në Tiranë u organizua një ceremoni madhështore, për vjetori i 10 i shtëpisë së dritës. Sallat ishin mbushur me njerëz të çdo moshe, prej fëmijëve që kishin gjetur stre, e deri te të moshuarit që ishin shpëtuar nga rruga. Në skenë, Elira qëndronte me një flet në dorë. Zëri i saj dridhej nga emocionet, ndërsa pas saj ndizej një ekran gjigant me fytyrën e nënës dhe të Arianit. Të dashur miq, nisi ajo, 10 vite më parë, një njeri i pasur pa një plak të varfër të shtrirë në rrugë. Ai mendoi se po shpëtonte një jetë, por në të vërtetë ishte jeta që po e shpëtonte atë. Zëri i saj u ndal për një çast, ndërsa publiku heshti. Sot, ajo dritë që filloi nga një akt i thjesht mirësie, është bërë një frym që mban gjallë mira njerëz. Dhe kjo nuk është as bamirësi, as politik. Është dashuri. Dashuria që mësoi nënat tona, që duam t'ua lëm brezave tan. Publiku shpërtheu në duar trokitje. Disa qanin, disa qeshnin, por të gjithë ndjenin të njëjtën gjë, ngrohtësinë që vetëm e vërteta njerëzore mund të sjellë. Mes të ftuarve ishte edhe një djalë i ri, 18 vjeç, i quajtur Lisi. Ishte rritur në një nga shtëpitë e dritës, pasi ishte braktisur nga prindërit që kur ishte foshnjë. Ai kishte mbaruar shkollën me rezultate të shkëlqyera dhe ëndërronte të bëhej mjek. Kur e ftuan të fliste, ai doli në skenë me zë të dridhur, por me sy të shkëlqyer. Unë jam fryt i dashurisë së tyre, tha ai. Kam jetuar në rrugë, kam fjetur në urinë e në frikë, derisa një ditë më morën në shtëpinë e dritës. Aty mësova se dashuria nuk është luks, është ushqim për shpirtin. Dhe ju betohem, do të bëhem mjek për të ndihmuar njerëzit, ashtu siç dikur më ndihmoi dikush mua. Në sallë ra një heshtje e thellë. Më pas, të gjithë u ngritën në këmbë, duke e duar trokitur gjatë. Në atë moment, Elira kuptoi se rruga e nisur nga Mara dhe Ariani nuk kishte fund. Ajo do të vazhdonte përmes brezave. Më vonë, në vitin e 12 të fondacionit, Elira mori një ftesë për të folur në Kombet e Bashkuara. Historia e saj dhe e shtëpisë së dritës ishte bërë frymëzim ndërkombëtar për luftën kundër varfërisë. Në podium, përballë 10 shteteve, ajo foli me zërin e nënës së saj dhe shpirtin e Arianit, kur njerëzit e thjesht bëjnë gjeste të mëdha. Bota ndryshon. Një milioner që ndihmon një plak në rrugë mund të ndesë një dritë që ndriçon kontinente të tëra. Ju ftoj të ndërtoni jo vetëm ura betoni, por ura dashurie mes njerëzve. Fjalimi i saj mori ovacione të gjata. Pas ceremonisë, ambasadorë e biznesmen ju afruan për të mbështetur fondacionin. Brenda pak muajsh, shtëpia e dritës hapi deg në Kosovë, Maqedoni dhe më vonë në Itali, ku emigrantët shqiptarë mbajtën gjallë frymën e Marës. Një ditë dimri, kur bora po binte lehtë mbi qytet, Elira u kthye te varri i nënës dhe i Arianit. Vendosi një tufë me trëndafila të bardhë dhe tha, ja ku jemi, nën. E nise nga një rrugë e ftohtë, e mbarove me një komb që ndihmon njëri tjetrin.
Ariani do të ishte krenar, një puhis e lehtë fryu, dhe ajo ndjeu sikur dëgjoi një përshpërim në ajër, mos ndalo, bia ime. Drita nuk shuhet kur shpërndahet. Ajo buzëqeshi, e mbuloi varrin me dorë dhe u largua ngadalë, me sytë nga qielli. Në mbrëmje, në shtëpinë e Dritës, fëmijët po këndonin këngën e tyre të përvitshme. Në mur qëndronin dy portrete, Mara dhe Ariani, me mbishkrimin që ishte bërë moto e jetës për të gjithë, një akt i vetëm dashurie mund të ndryshojë një jetë. Një zemër e vetme mund të ndryshojë një boll. Vitet kaluan. Elira u plak, por fondacioni vazhdoi. Breza të rinj, student, mjek e mësues u bashkuan në misionin e saj, disa e quanin mrekullia shqiptare. Të tjerë thoshin shpirti i Dritës, por ata që e kishin ndjer nga afër e dinin të vërtetën. Ishte dashuria e një plake të varfër dhe e një milioneri të vetmuar që kishte ndriçuar rrugën e mirë a njerëzve. Në fund, një vajzë e vogël që ishte rritur në shtëpi, pyeti Elirën, teta Elira, a është e vërtet që Drita vjen nga njerëzit e mirë? Ajo u përkul, e përqafoi dhe i tha me zë të butë, po, zemra ime. Por ndonjëherë, drita më e fortë vjen nga ata që se kanë patur kurrë lehtë në jetë, fundi i madh, por fillimi i shumë zemrave që besuan se dashuria mund të shpëtojë botën.